Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me atentatin e ndodhur një ditë më parë në Elbasan. Në lidhje me këtë ngjarje, deri më tani janë shoqëruar mbi 10 persona për të marrë pyetje për vrasjen e biznesmenit Mond Hyka, i njohur ndryshe me emrin Mondi Mëhalla në Elbasan. Autorët, pasi e kanë qelluar disa herë duke lënë të vdekur në vend, janë larguar me automjet në drejtim të Librazhdit. Automjeti tip Audi që ata përdorën për krimin është gjetur i djegur në fshatin Irak. Brenda saj është gjetur një armë zjarri tip pistolet tip Baretta. 43 vjeçari u qellua sapo kishte dalë nga zyra e karburantit Xhaxheoi në pronësi të tij dhe ishte futur në automjetin tip Range Rover. Autorët e kanë qelluar disa herë me pistolet, ndërsa dy prej plumbave e kanë prekur në kokë. 43 vjeçari ishte me precedent dhe jetonte në zonën e Kot të Parisit në Tiranë. Sipas deklarimeve nga vendngjarja dhe pamja e kamerave të sigurisë, biznesmeni është ekzekutuar me armë zjarri sapo ka dalë nga zyra e karburantit dhe është futur në automjetin e tij. Kamerat e sigurisë kanë zbuluar se autorët kanë lëvizur edhe disa herë të tjera përgjatë zonës, pasi duket se kanë patur dieni të plotë për objektivin e tyre që ndodhej në karburant. Pasi vrat Mëhallën, autorët u larguan me makinën Audi drejt Librazhdit dhe në fshatin Mirak e Dogjët. Hetimet janë përqendruar në konfliktet e mundshme që 43 vjeçari Mëhalla ka pasur kohët e fundit, pasi disa prej të shoqëruarve dhe të afërmve të viktimës kanë dhënë deklarimet e tyre para grupit hetimor, duke konfirmuar konfliktet e lëna pezull. Policia ka mbledhur prova të rëndësishme në vendngjarje që pritet të çojnë në zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Mondi Mëhalla ishte në gjyq për armbajtje pa leje, posedim të sendeve të jashtëligjshme dhe shpërndarje narkotikësh. Një vit më parë, atij është gjetur edhe një shkop me automjet.